arsimi është larg nga ai që do duhet ishte sot në Kosovë. Mësimi tërditor është projekti jon kryesor, shujt të ngrohtë nga shteti, të cilën e ka premtuar Albin Kurti dhe asnjë shujt se ka rezervu. Unë për asnjë moment nuk po du me fol për të kaluamën se çka është bo, është veç po konstatoj fillimisht që arsimi është larg nga ai që do duhet ishte sot në Kosovë. Përfshirja, rritja e numrit të qerdheve dhe përfshirja e fëmijëve në familjen e hershme, u tha që është bo ligji, nuk janë bo udhëzimet administrative dhe rrjedhimisht implementimi i këtij ligji është i pamundur. Sot nuk kemi kushte, planifikojmë që 80 qerdhe t'i ndërtojmë, 60 milion euro t'i ndojmë për 4 vitet e ardhshme dhe të mbulohet me këtë fëmijëria e hershme dhe inkuadrimi i fëmijëve. Mësimi tërditor është projekti jon kryesor në arsim që do të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, secili nxënës meriton që të ketë orar më të zgjatur, shujt të ngrohtë nga shteti, të cilën e ka premtuar Albin Kurti dhe asnjë shujt se ka rezervu, ndërkohë që ne me mjete vetanake këtë projekt e kemi jetësuar në kryeqytet me 12 shkolla sot. Ndërkohë që planifikojmë që të rrisim numrin e aktiviteteve shtesë, sportive, rekreative, me qëllim që t'i forcojmë pikat e dobta pikrisht ato që konstaton testi PISA. Parashohim që digitalizimi i shkollave të ndodhë menjëherë, të ndodhë një lloj pavarësimi edhe buxhetor edhe financiar i shkollave, që shkollat shndrohen në një shtëpi të dytë të fëmijëve, aty ku edhe menaxhmenti dhe kjo shtëpi të ketë një vet administrativ në kuptimin që të nxisim edhe konkurrencën në mes të shkollave, po edhe të rrisim dinjitetin e shkollës si njësi shkollore. Do të bëjmë një riorganizim të shkollave, me rast të bëjmë një balans në mes të shpërndarjes së nxënësve dhe t'i shkarkojmë qendrat duke rritur numrin e shkollave në periferi të qyteteve të cilat janë të ngarkuara, dhe kjo është për me mri standardin që të ulim numrin e nxënësve në klasa dhe të rritet performanca. Përndryshe, do të ndërtojmë një qendër, themelojmë një qendër kombëtare të trajnimit dhe ngritjes profesionale të arsimtarëve, e cila do të përkujdeset që t'ju jep trajnime në nivelin kombëtar të gjithë mësimdhënësve. Faleminderit.